Dashi. Dita nis me energji të reja që të shtyjnë drejt horizonteve të reja. Në punë mund të përballesh me sfida, por mendja jote e mprejtë do të ndihmojë të dalësh fitues. Shpreh qartë idetë dhe mos hezito të marrësh iniciativë. Në çështjet e dashurisë, komunikimi i hapur është çelësi për të shmangur keqkuptimin. Mirëbisedë dhe sinqert mund të rigjallërojë marrëdhënien tuaj. Financat kërkojnë vëmendje, bëj plane të kujdesshme për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Mos haro të rezervosh pak kohë për veten. Një shëtitje e qetë mund të të ndihmojë të rifitosh balancën e brendshme. Ndjenja e optimizmit të shtyn të shikosh me kuraj drejt së ardhmes, duke të dhuruar momente plot dritë dhe paqe të brendshme. Dhemi. Sot qielli ju bën thirrje të mendoni me kujdes për rrugën që po ndiqni në punë. Një mundësi e re mund të shfaqet dhe ju duhet të jeni gati për të kapur atë që është e duhura. Në aspektin e dashurisë, ndjenjat tuaja do të jenë të thella dhe do të kërkoni intimitet të vërtet me partnerin. Merrni kohë të dëgjoni zemrën tuaj dhe mos keni frikë të shprehni atë që ndjeni. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e tepërta. Kursimi do t'ju sjellë qetësi. Sot, më shumë se kurrë, dëgjoni intuitën dhe besoni në veten tuaj. Ndjenja e brendshme e paqes dhe kënaqësisë do t'ju drejtojë drejt zgjedhjeve të mençura. Relaksohuni dhe shijoni këtë ditë plot mundësi. Binjakët. Më 24 nëntor 2025, universi ju fton të përqafoni mundësitë që dalin në horizont me optimizëm të freskët. Dashuria kërkon vëmendje dhe ndjeshmëri shtesë, ndoshta një bisedë e thellë me partnerin do të ndihmojë për të forcuar lidhjen tuaj. Në punë, idetë tuaja të shkëlqyera mund të përballen me sfida, por mos e humbisni besimin në vetvete. Financat mund të kërkojnë kujdes të shtuar, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për një kursim afatgjall. Sot është dita për të dëgjuar intuitën tuaj, e cila do t'ju udhëheqë drejt zgjidhjeve kreative. Një moment reflektimi do ju ndihmojë të rigjeni ekuilibrin e brendshëm. Ndisni një qiri aromatik dhe lërini mendimet që ju çojnë drejt qetësisë shpirtërore. Daforia. Dita e sotme mbart mundësi të reja për të ndriçuar rrugën tuaj të brendshme. Në dashuri është koha e duhur për të dëgjuar me ndjeshmëri atë që partneri ka për të thënë. Me një qasje të hapur do të forconi lidhjet emocionale. Në sferën profesionale, një projekt që keni lënë pas dore meriton vëmendjen tuaj. Energjia juaj krijuese do të jetë në kulmin e saj, duke ju ndihmuar të gjeni zgjidhje të reja. Financiaria mund të përfitojë nga planifikimi me kujdes. Mbani një sy tek shpenzimet e vogla që mund të mblidhen. Sot merrni kohë për të relaksuar dhe për të gjetur paqen e brendshme. Zbuloni gëzimin në gjërat e vogla që ju rrethojnë dhe lejoni zemrën tuaj të udhëheqë. Luani. Sot qielli duket sikur ka përgatitur një surprizë të bukur për ty në dashuri, lejo zemrën të udhëheqë dhe mos i trembu përvojave të reja që mund të sjellin emocione të thella. Në punë është momenti për të treguar kreativitetin tënd unik dhe për të impresionuar kolegët me ide të freskëta. Nëse ka ndonjë detyrë të mbetur pezull, është dita e duhur për ta përfunduar, duke të çliruar nga ndonjë barë e padukshme. Financat mund të sjellin mundësi të vogla për përmirësim, prandaj mbaj syt hapur për investime të mençura. Sot do ndjesh një ndjenjë të thellë paqeje dhe kënaqësie që rrallë përjetohet, duke të mbushur me forcë dhe gëzim. Shijo çdo moment me mirënjohje. Virgjëresha. Sot është e rëndësishme të përqendrohesh në ekuilibrin midis punës dhe jetës personale. Në dashuri, qetësia dhe mirëkuptimi janë çelësat për një ditë të suksesshme. Kushto kohë për të dëgjuar ndjenjat e partnerit dhe tregohu i hapur për t'i shprehur mendimet e tua. Në aspektin profesional mund të hasësh një sfidë të papritur, por mos u shqetëso, zgjidhja do të vijë natyrshëm nëse i kushton vëmendje detajeve. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të mbash një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të shtohen. Ndjesitë e përgjithshme të ditës do të jenë të qeta dhe të harmonishme, por mos harro të gjesh momente për vetë reflektim. Jetoje ditën duke e mirëpritur çdo surprizë të vogël që mund të dalë në rrugën tënde. Peshorja. Dita e sotme sjell energji të freskëta dhe mundësi të reja. Nëse ke menduar për një projekt të ri, është koha e përkryer për ta nisur. Në dashuri, zemra juaj është plot ngrohtësi dhe mirëkuptim. Shfrytëzoje këtë për të forcuar lidhjet me partnerin. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë afërsi të papritur. Në aspektin financiar, është e rëndësishme të mbeteni realist dhe të bëni plane të kujdesshme. Mos lejo që dëshirat e momentit të ndikojnë në buxhetin tënd. Në punë, një mundësi e papritur mund të hapet, prandaj qëndro gati për ta kapur atë. Përpiqu të ruash ekuilibrin mes punës dhe kohës për veten. Meditimi ose një shëtitje në natyrë do të ndihmojë në rigjenerimin e energjive. Akrepi.
Dita e sotme do të sjellë një valë energjie dhe intuita të forta, të cilat do të ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve emocionale që mund të keni përballuar kohët e fundit. Me të dashurit është koha e duhur për të ndarë momente intime dhe për të forcuar lidhjet. Nëse keni ndonjë projekt të ri në mendje, ky është momenti për të hedhur hapat e parë dhe për të marrë vendime të informuara. Financat kërkojnë pak kujdes, shmangni shpenzimet impulsive dhe bëni një planifikim më të mirë për të ardhmen. Shëndeti mendor ndikohet pozitivisht nga meditimi ose aktivitetet kreative. Ndjehuni të lirë të eksploroni ndjesitë tuaja dhe të shihni se çfarë ndodhet përtej horizontit të zakonshëm. Besoni me intuitën tuaj. Shigjetari. Sot qielli mbush zemrën tënde me energji dhe optimizëm. Në aspektin e dashurisë është një ditë e shkëlqyer për të ndarë ndjenjat dhe për të dëgjuar zemrën. Gjithçka që thua do të ketë një jehon të ëmbël, ndaj fol me ndershmëri. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja. Kap ato që të frymëzojnë më shumë dhe mos harro të bashkëpunosh me të tjerët. Me financat është koha e duhur për të bërë plane afatgjata. Analizo buxhetin dhe shiko se ku mund të bëhen përmirësime. Ndjenjat e përgjithshme do të jenë të qeta dhe të harmonizuara, duke krijuar një ndjesi të këndshme brenda teje. Lejo emocionet të rrjedhin lirisht dhe përshëndes ditën me një buzëqeshje të gjerë. Britsjapi. Sot yjet përgatisin një ditë ku qetësia dhe shqetësi për të ecur përpara. Në zemër të çështjeve të dashurisë, një bisedë e ndershme mund të përmirësojë marrëdhënien tuaj. Është momenti i duhur të hapni zemrën dhe të dëgjoni me vëmendje. Në punë, përpjekjet tuaja fillojnë të japin fryte. Një koleg mund të ofrojë një këshill të vlefshme, prandaj mbani mend të jeni të hapur ndaj sugjerimeve. Financat janë në një nivel stabil, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Jepini vetes kohë për reflektim, ndoshta një shëtitje në natyrë do t'ju rinovojë shpirtin. Sot, universi ju fton të lidheni me anën tuaj më të butë dhe të ndjeni frymëmarrjen e qetë të ditës. Dëzojuni thjeshtësisë. Ujori. Sot universi do të mbështjellë me një ndjesë qetësie, duke të ftuar të reflektosh mbi emocione të thella. Në dashuri, mos ki frikë t'i hapësh partnerit për ndjenjat e tua. Sinqeriteti do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, një ide e re mund të shfaqet papritur, duke ndezur pasionin dhe kreativitetin. Mos hezito të ndash mendimet, sepse bashkëpunimi do të sjellë përfitime të mëdha. Sa u përket financave, është momenti ideal për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë kursime të vogla që mund të sjellin paqe mendore në të ardhmen. Ndërsa dita mbyllet, ndoshta një shëtitje në natyrë do të mbush me energji pozitive, duke të inspiruar për sfidat e ditëve që do të vinë. Kujdesu për veten. Peshit. Dita nis me një ndjenjë qetësie dhe reflektimi. Është momenti i duhur për të fokusuar në veten tuaj dhe për të menduar mbi hapat e ardhshëm. Në aspektin e dashurisë, mund të ndjeni të inspiruar për të shprehur ndjenjat tuaja më të thella. Mos hezitoni të tregoni sa shumë ju intereson dikush i veçantë. Në punë, do të vini re mundësi të reja që kërkojnë guxim dhe besim në vetvete. Financat mund të kërkojnë një analizë më të hollësishme, mbroni burimet tuaja dhe mos bëni investime të nxituara. Sot është një ditë për të dëgjuar intuitën dhe për të ndjekur rrugën që zemra dikton. Lejojini vetes pak kohë për të medituar dhe për të gjetur balancën që kërkoni.